Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Natyrisht që ç'po ngjet në SBA dhe çdo të ngjas në Shqipëri do të jenë topics të fokusit ton. A do të vendos presidenti Trump paqen me Putin, i cili nuk është njeri që ka besueshmëri dhe kredibilitet? Do të vazhdoj me tarifat, pse u tërhoq nga Greenland me delegacionin e tij duke shkuar vetëm tek bazat ushtarake, dhe çfarë do të ndodh me të djathtën në Europë. Involved with that also, and Elon's done a very times that we agree with each other. There are times increase in its efforts against the Houthis in Yemen is. There are other factors that would go into determining that classification. Në emisionin e përnatshëm këtu në Focus TV, të cilin e ndiqni edhe në focustv.net, kam folur për diçka. Duhet sqaruar. Presidenti Trump ka urdhëruar FBI-n, ka shep Patel, që të deklasifikojë dosjen e hetimeve për pjesën asaj që quhet Russian Collusion, për plasje ruse. E ka bërë me një urdhër ekzekutiv. Në fakt, e ka kërkuar ta bëj edhe herën e fundit kur ka qenë president, në javën që është larguar, por kjo është ndaluar nga Joe Biden. Dosja me Ganigal është 8.000 faqe. Pjesa e përplasjes ruse nuk ka të bëjë me ne. Natyrisht që në listën e armiqve të tij, zoti Trump, me Ganigal vjen me njëherë mbasorësit. Ka qenë një dosje e stisur nga një agent britanik, i cili në fakt ka pasur lidhje të mira me FBI-n dhe ka dhënë informata të sakta më parë, por me sa duket në këtë radhë jo. Dhe nga kjo ka nisur gjithçka në drejtimin e Ganigal, janë përgjuar në mënyrë të parregullt, janë proceduar në mënyrë të parregullt disa dhe janë dënuar. Është dënuar Paul Manaforte, i cili është personi më i aftë i fushatës zotit Trump. Ai që është bosi i Lacevitës dhe tek i cili kam besim që do të bëj fitues dhe koalicionin shqiptar, Paul Manaforte. Dhe pikrisht avokatin dhe prokurorin që ka dënuar Paul Manaforte, Trump i ka hequr të drejtën të hyjë në zonat, në zyrat federale. Pra nuk mund të ushtërë profesionin e tij, sepse zyrë federale janë dhe korts, gjykatat. Është i ashpër ndaj tij. Kërkon që ka shep Patel të hap pra të gjitha këto pjesë të akuzave të stisura ndaj zotit Trump për Rusinë. Dosja me Ganigal është 8.000 faqe përgjime. Përgjimet kanë qenë të mëdha, nuk ka qenë as zyra e New Yorkut, as zyra e Washingtonit që ka kryer hetimet, por është marrë dikush nga zyra në Kalifornia, aq sekret ka qenë. Me urdhën ekzekutiv presidenti Trump, do të deklasifikohen nga dosja e hetimeve me lajme të stisura ndaj tij me dosjen ruse. Kaq është. Natyrisht që me Ganigal kanë qenë kryet e hetimeve dhe si shpërblim nga zyra e Washingtonit erdhi shefi kundër zbulimit në New York. U korruptua nga Edi Rama. Dosja me Ganigal është 8.000 faqe. Ka përgjime, janë të paktën 8 takime të përgjuara të zotit Rama, kryeministit të Shqipërisë. Kulmi arriti kur ai ka shkuar në zyrën e Ganigal në New York. 3 janë arsyet kur mund të shkosh tek zyra e shefit të kundër zbulimit në New York, i cili detyrën kryesore ka të përgjojë, të jetoj dhe të rekrutoj diplomatë e huaj në New York. Pra ti ke shkuar në zyrën e Ganigal, ose ka synuar të rekrutoj, ose të ka të rekrutuar dhe raporton, ose kërkon të marrë në hetim. Natyrisht që këtu, për të njëjtin krim nuk mund të gjinosh 2 herë. Me Ganigal bërja të dillat pazar me drejtsinë amerikane dhe u mbështet nga FBI i kaluar, pranoi që ka marrë $225.000, edhe pse në media është nga qeveria shqiptare, i ka pranuar nga oficeri i sigurimit, por i azbutën duke thënë si uha, kjo nuk është e vërtetë. Ndërsa New York dënuar për lidhjet me oligarkun rus. Në qoftë se gjyqi do të vazhdonte me të gjitha akuzat e tij, do të dënojë 30 vjet. Dosja është masive. Dosja ekziston. Spak duhet ta marr, mund ta ketë marr ose do ta marr. Kam pasur David Friedman, gazetarin e njohur investigativ, që
mjafton një shkrim në gazetë dhe timet fillojnë. FBI di shumë, Rama u ndalua vetë. Është fakt. Kandili i Ramës ka kohë që ka filluar të shuhet. Do t'i kthejmë Meganit përsëri besoj javën tjetër me Dan Friedman. Skandali i përgjimeve të administratës amerikane në Signal. Nuk drejtohen departamentet me nxënës fillore. Nuk është një punë që ti training on the job, trajnohesh gjatë punës. Dhe hearing në Senat e Kongres ka qenë i ashpër. Fatën gjithmonë që të kem një mendje të ndritur të konservatorëve amerikan, John Bolton, i cili sqaron. Increase in its efforts against the Houthis in Yemen is important to them. We're lucky that nobody was able to get hold of this information and put American service members in danger. But even what they can see after the fact tells our adversaries a lot about how we do things. It does reveal intelligence sources and methods. When Mike Waltz said, well, we saw the terrorist target walking into a building with his girlfriend and that building is now collapsed. We didn't get that observation by watching Houthi television or reading Houthi newspapers. We got it in other ways. So there's a lot here that's very disturbing. And again, to me, I just couldn't understand and have yet to hear an explanation why everybody on that chat didn't simply use the incredible facilities that they have. Doesn't matter what you say, whether you're talking about what you've read in the newspaper or what you've seen through intelligence sources on the government. The deliberation as to whether or not we should launch a strike on another country, would you consider that classified information, Ms. Gabbard? Well, the information was not classified. I'm not talking about this. I'm just talking about Mediat anti-Trump janë gëzuar për historinë e rrjedhjes, Atlantic Magazine, me sa duket, antarët e administratës, duke përfshirë zëvendës presidentin Vance dhe sekretarin e mbrojtjes Hegseth, i lejuan redaktorit Jeffrey Goldberg të hynte në një diskutim rreth zhdukjes së terroristëve në lindjen e mesme. Sigurisht kjo është një shkelje e sigurisë, sepse Goldberg është një urrëtës i Trump dhe tani po mburet për paaftësinë e administratës. Të grumulluar janë dhe përdënues të tjerë Trumpit si ish sekretari i mbrojtjes Leon Panetta. Kur u pyet presidenti, nuk dukej të ishte në dieni të situatës, por nuk e besoi se kjo është e vërtetë. Si ka mundësi që askush nuk tha asgjë kur po komunikonin në platformën Signal? Ambasadori Bolton për CNN tha që jam i shokuar, nivel i papranueshëm te çdo parashikimi. And why these senior officials, virtually all of whom are 24/7 able to get onto a secure phone, a secure video, a secure computer, why they would shift off of that for any reason to any commercial system. That's the original sin. Everything else after that just makes things worse. Ajo që të rëndit më shumë është ajo që shkruante J.D. Vance në chat, që nuk jam dakord dhe presidenti nuk e kupton fare situatën. A është Vance aq i pushtetshëm? Askush nuk do të lejonte qëllimisht një djaloshi si Jeffrey Goldberg të ketë akses në asgjë. Problemi është mungesa e përvojës, siç e kemi theksuar kur analizonim emërimet presidenciale në fillim të këtij viti. Washingtoni nuk është vend për fillestar. Washingtoni është i pabesë. Tani administrata e Trumpit është në siklet. Jo një histori e qëndrueshme, por një histori që kërkon një mentalitet mësim nxjerrjesh. Kuptoni se armiqtë e Donald Trump janë në përgjumje. Masat mbrojtëse janë jetike. Dijeni këtë përpara se të flisni. I recall there being an exchange. I don't recall the specifics as you're reading it. Well, let's put it this way, Director Ratcliffe, a discussion by senior U.S. officials on the timing and risks of a proposed military campaign and disagreements between the president and the vice president about U.S. plans and intentions would be of obvious interest to foreign intelligence services, would it not? Yes.
And they were discussing the timing of sending U.S. air crews into enemy airspace where they faced an air defense threat, correct? I'm going to, Senator, defer to the other principles that you're referring to about what the meaning and the context of what they were auditing. They're talking about auditing. the timing of U.S. airstrikes, correct? Yes. Yes, and therefore the timing of sending U.S. air crews into hostile airspace, correct? Yes. And therefore the time period during which enemy air defenses could target U.S. air crews flying in enemy airspace, correct? I don't know that. You do know that. Trump ka zgjedhur si të dërguar special një ndër tesaxhi, Witkoff, shok, koleg me real estate, një OpenG Dick Grenell, Dikun pra, krushkun e ti greko-libanez, a e kanë ata përvojën të kryen bisedimet diplomatike? Jo. Media amerikane po sulmon Witkoff, naiv, karagjoz dhe të paaft. Nuk mund të hapa i bisedat reale si duhet me një njeri shumë të stërvitur si Putin. Zhvilluesi i pasurive të paluajtshme, Steve Witkoff, të cilin presidenti Trump e bëri fuqiplot të tij në konfliktet huaja, sipas medias amerikane është ose budalla, gënjeshtar ose naiv. Sido që të jetë, ai nuk ka punë të negociojë diçka aq komplekse dhe të ndërlikuar sa një paqe e supozuar midis një Rusie imperialiste dhe viktimës së saj Ukrainës. Në intervistën e tij të fundit me Tucker Carlson, Witkoff bëri një seri të tërë pretendimesh befasuese dhe absurde. Po diskutoj vetëm tre, se presidenti zgjedhur në mënyrë të paligjshme i Rusisë, Putin, nuk është një djalë i keq në thonjza, se Putini u lut për Trump pas tentativës së dështuar të atentatit në Pensilvania, korrikun e kaluar, dhe se Rusia ka rimarrë thonjzat territorin që pushton aktualisht. Meqense Witkoff është 100% i sigurt se Rusia nuk dëshiron të thithë Ukrainën, na mbetet indiferenca e tij ndaj gramatikës. Gjithçka që mund të thuhet është që një i dërguar i tillë special duhet të ketë në dorë në prodhimin e një dokumenti diplomatikisht rëndësishëm që mund ndikojë miliona jetë njerëzish. Dëshmi e mëtejshme e paaftësisë Witkoff për të pajtë detajet rëndësishme është konfuzioni i tij se sa dhe cilat rajone janë në fjalë. Në një moment ai flet për 5 rajone, në një tjetër ai flet për 4 rajone, Donbas, Crimea dhe thot ka 2 tjera. Jo, Mr. Witkoff, ajo që me sa duket Donit thoshit ishin provincat Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia, përveç se Krimes. Një ignorancë e tillë elementare është befasuese dhe Witkoff, nëse është serioz për paqen, duhet t'i jap dorëheqjen menjëherë. Përshëndetje, quhem Lerina Begani dhe jam kandidate e partisë Lëvizja Deu në qarkun e Beratit. Kush është dhe çfarë përfaqëson Lëvizja Deu? Lëvizja Deu është një lëvizje politike, atletare dhe konservatore. Lëvizja Deu ka në fokusin e saj zhvillimin e demokracisë, zhvillimin social-ekonomik, fuqizimin e shtetit ligjor dhe të së drejtës dhe mbi të gjitha ruajtjen e sigurisë kombëtare. Në ato pak qaste që i kushtoi ekraneve shqiptare, për më shumë medias, MCN-s faqen internet, por dhe gazetës Sot Jem Real, marr informacion se ç'ndodh aty. Janë 2 figura. Rama, i plakur, i lodhur, bajat me batuta ignorante, Berisha, energjik, i veshur mirë, dhe flet pa diskutim me pasuri intelektuale. Mund ta urresh Berishën, mund të kesh shumë gjëra ndaj tij, por midis dy ballafaqimeve
në qoftë se do të merrja një ndërkombëtar, një amerikan, një senator, një kongresmen, mjafton t'u tregoja 2 foto, për Ramën do më thonin 85 vjeçar, për Berishën 65. Për Berishën do thonin lider shtetrar perëndimor nga veshja, për Ramën diku nga Kazakistani, Afganistani. Përse Shqipëria do të ri peng i Edvin Ramës. 12 vjet janë më tepër se shumë, dhe nuk ka prodhuar asgjë. Aq më tepër që ka marrë peng votat e majtës pa qenë i majt, dhe aq më shumë që është treguar anti-shqiptar i thekshëm, pro-serb, dhe ai që do drejtoj fushatën e Berishës, La Civita ka gjetur fjalën më të mirë. Këlyshi i Soros. Soros papet. Tani të jemi realist, Trump nuk ka nevojë vëmendje të madhe për Ballkanin dhe për Shqipërinë. Dhe Trumpin mund ta shikosh nga 2-3 opsione, pëlqen Orbanin, Erdoganin, larg qoftë Rama futet e ata. Por përplasja këtu është po mbështetet një miliarder Elon Musk për të sformuar George Soros. Në një intervistë që ka pasur në një media të djathtë, që për mendimin tim është më mirë se Fox News, Newsmax, ai e përmend Soros. Një segment. Violence. Have you heard anything about billionaires on the left, whether it's Soros or somebody else? Have you heard anything about planning, coordination, funding for these attacks? I believe that is part of it. Yeah, there are some of them that were involved with my trials that were, I think, probably involved with that also. And, Elon's done a very good job. He's found tremendous waste, fraud, and abuse, like levels you've never seen. People that don't show up to work and they get checks. I mean, so many different things that you can't even go over it. It's so much. Done a great job. And he's basically a patriot. He's in business, and I've gotten to know him primarily through the campaign. He endorsed me. I appreciated it, but I didn't know him very well before that, hardly at all. And Sorosi e përbuz dhe urren Trump. Sorosi ka hedhur deri tani $22 miliard për të majtën wokiste për dëmtuar vlerat tradicionaliste amerikane. Nuk është asgjë $250 milion nga Musk. Elon Musk ka qenë i majt dhe do të vdiste e tillë. Ka votuar në 2016 për Clintonin, ka votuar në 2020 për Biden. Dhe ka fituar miliarda dollar nga subvencionimet e majta të Teslës, ka qenë i adhuruar i tyre. Përse e majta akuzon që sot oligarkët po drejtojnë republikanët? Është vetëm një. Natyrisht, kemi oligark, plutikark, aristokrat, terma që vijnë nga Greqia. Harruat oligarkët masiv për të majtën amerikane, Bezos të rjetën me ta, Zuckerberg të rjetën me ta, Musku ka qenë me ta, dhe Soros, i cili arriti rekordin në midterm $122 milion në fushat. E thash dhe njerë, 22 miliard ka dhënë gjithseja. Shumë minore ato të Musku. So George Soros lives in New York City. He's a billionaire. He made his money trading currencies. Soros jeton në New York, është një miliarder, ka bërë pasuri duke këmbyer valutat, siç të mund ta dini, është akuzuar dhe dënuar në Francë, por ai iku, ju largua burgut, është akuzuar për shkatrimin e valutës britanike dhe është dikush që ngatrohet me probleme me vendet si juaj. Në SBA ka një bateri avokatësh që e mbrojnë nga shumë ndëshkime ligjore se si ai qëndron mes asaj që lejohet lidhur me donacionet, ai jep miliona dollar që politikanët e ekstremit majt të zgjidhen në zyra të ndryshme. Për mua ai është një njeri i ndyrë, një zuzar i madh. Askush s'bën dot gjë. Por ai dëmton shumë njerëz. A mendon se ka lidhje me departamentin e shtetit, se është në kontroll apo ka lidhje me familjen Blinken, si operon? Soros është një operator i pavarur. Ai dhuron dollar në shumë grupe. Nuk di për ndonjë aleancë që mund të ketë bërë. Nuk ka nevojë të bëjë sepse ka shumë para. Ai mund të bëj çfarë doj. Pse departamenti amerikan i shtetit është shumë liberal, le ta themi,
Në Ballkanin Perëndimor, vendet ish-komuniste, ata nuk kanë mbështetur kur nacionalistët, sovranistët, gjithmonë shkojnë mirë me ish-komunistët, me ish-kriminalët, janë bërë shumë but me partitë e majta, ka lidhje dhe Soros këtu. Demokratët kontrollohen nga miliarderët e oligarkë. Natyrisht që Trump ka ftuar, ka futur në administratë. A duhet taksohen më shumë? Po. Përse Amerika ka qenë e madhe, ajo Golden Age që Trump kërkon, është ralitur nga Eisenhower i madh. Dhe oligarkët nuk ka pasur miliarder asë kohë. Taksa e tyre ka qenë 91%. Sot janë të 38%. Por është sistemi si përmarrjes të lirë. Trump, problemin që ka të mënyra se si flet. Është bombastik. Ky është Trump. Por realizon ato që thanë fushat. Në qoftë Why should you work and save and save? Life is full of ifs and buts. Even the squirrels save and save. And what have they got? Nuts, better have a little fun. You ain't gonna live forever. So while you're young and gay, still okay. Have a little fun, son, and Presidenti Trump dhe FDR, për Roosevelti kanë shumë përbashkët. Roosevelti mbahet ikonë të majtës amerikane. Natyrisht, stili tyre është ndryshëm. Roosevelt ishte i heshtur, Trump është i zhurmshëm. Por si Roosevelt, edhe Trump nuk i jepshin shumë rëndësi se çfarë mendojnë njerëzit, çfarë mendojnë njerëzit të thjeshtë. Hiç. Roosevelt ishte një patric, rrithte nga një familje aristokrate dhe udhëhiqte, drejtonte duke i parë njerëzit nga lart poshtë. Trump vjen nga familje e pasur, por e njeh realitetin. Ka jetuar me njerëz të thjeshtë, ka bërë biznes me ta, pra është populist. Këtu ndryshon. Duket habitshme se si Trump ka thritur në qeveri të drejtoj, Elon Musk de facto duket si president. Por dhe FDR pa thirrur Harry Hopkins. Ky ishte djali i tij i cili jetoi në shtëpinë e bardhë, thiri me vetë të gjithë shokët e Ivy League të universitetit të tij dhe ata drejtuan. Roosevelti e përbuste burokracinë e Washingtonit. Të njëjtën gjë dhe Trump. Por Roosevelti nuk kishte shumë rëndësi burokracia, por planet e tij. Nuk rinte në zyrë. Udhtonte me tren, Hudson, në Kanada, në ishull. Trump shkon Mar-a-Lago, luan golf, shumë pak kohë shpenzon për punët e qeverisë, të jemi realist. Përse Rooseveltit i tolerohet Hopkins dhe Trumpit jo? Të dy ishin njerëz të mërzitshëm dhe që mërziteshin shpesh. Janë kujtimet e gruas Rooseveltit, Eleanor, që e tregojnë qartë këtë. Por bashkëshortja e Trumpit thuajse nuk shkon fare në shtëpinë e bardhë. Njerëz të mërzitshëm. Narcisist? Po. Roosevelti mbahet nga ikonat e presidentëve amerikanë. Mbas edhe Trump ka këtë shans historik. Roosevelti ishte i dobët. Aq sa Churchilli është habitur shumë nga dobësia e tij, por Roosevelti nuk donte të dinte se ç'mendonte Churchill. Roosevelti lajkatonte shumë Stalinin, idhullin e diktatorit kriminalit Putin, që lajkatohet sot nga Trump. Por Roosevelt e dinte që Stalini ishte vrasës masiv. Por duhej që ndalonte luftën dhe të fitonte. Me përjashtim të generalit George Patton, i cili ishte për të shkatruar Stalinin dhe Bashkimin Sovjetik, të gjithë ishin me Roosevelt. Roosevelt dhe Trump kanë të bashkë të tjera. Trump deporton pa pyetur ligjin dhe ka drejt për disa kriminal terrorist, por shtypi media majtë në dytë. Me Rooseveltin ka qenë tjetër. Median e kishte në xhep. Ai mori japonez-amerikanë dhe internoi. Kampe internimi. Media nuk i bëri kritika fare. Pra, se sa të bëhet zhurmë e cekët, një mendim i thjeshtë, me njëri i thjeshtë. Shikoni faktet. Trump është rrugë drejt. Kërkon paqen Rusisë me Ukrainën, e di që
Putin i zhrasës, por shumë herë më i keq se sa Stalini i Rooseveltit. Ndaj, duhet shikoni fakte. Putini nuk është. Putini kërkon të fitojnë maksimum. Luftat për të përfunduar siç tha Trump për 24 orë, ai mund ta bënte siç ndodhi atë 3 ditë kur i ndërpreu armatimet e Ukrainës dhe informacionet e inteligjencës. Ishte frika se Putini mund vinte në Kiev. Pra vetëm në këtë mënyrë mund ndodh ajo. Ai kërkon që të merren vesh, natyrisht nuk është e lehtë, sepse ato zona që ka marrë Putini nuk i lëshon. I quan ruse. Ukraina, Zelenski është ulur, ka pranuar çdo gjë nga Trump, mbas asaj që ndodhi në 28 shkurt, nuk është më ai Zelenski. Trump i avancon, kërkon pronën edhe të centraleve bërthamore. Ato janë pronë shtetërore, nuk besoj se do t'ja lënë të gjithë këtë. Aq më tepër që ai centrali kontrollohet nga rusët. Problemi është që është Evropa që e mbështet nga pas. Janë klanet e luftës që duan që lufta të vazhdojë. Ajo që mua më duket e papranueshme është që e majta amerikane, që gjithmonë kanë qenë kundra luftës, këtë radhë do që lufta të vazhdojë në Ukrainë. Janë miliarda dollar, Amerika ka dhënë 170 miliard, nuk është pak, ka paguar për 3 vjet rrogat e administratës Zelenskit, ndaj ai duhet të pranojë çdo gjë që vjen nga këtu, dhe Trump është i bindur, edhe pse duke e toleruar Rusinë dhe pse duke u shfaqur shumë i butë me zotin Putin, çka e dëmton këtu tek media që thon pse ka që but presidenti i Amerikës me një autokrat, kriminal, diktator, nuk ka zgjidhje tjetër. Mos u habit që nga shumë media, siç ka filluar në Gjermani, në Britani, në Francë, do të fillojnë përsëri ato fake news, agenti KGB-s, aseti rusëve ka pasur shumë kontroll. Trump, edhe pse është president republikan, por shfaqet paqësor, sepse në mandatën e parë kërkonte në ndihmë të kafshimit trojve tona të Kosovës. Fatmirësisht tani le ta kërkoj me Ukrainën, me Rusinë, sa më larg diku Grinelli nga Kosova, aq më mirë për ne. Mua kjo më pëlqen, por Trump ka një problem që i xhams, nuk qëndron në një objektiv. Dhe ne këtu, amerikanët e votuan Trump as për Donbasin, as për Ukrainën, për kufirin jugor dhe ekonominë. Mos duket habi që 70% e amerikanëve mund të mos e dinë ku është Ukraina në hartë. Get an answer that he thinks is favorable to Russia. How about Kosovo? Diçka për Kosovën. Donald Trump Jr. ishte në Beograd të takoj Vučić. A është një mesazh që këta janë pro-serbis? Ata nuk mendojnë me terma politike. Trump nuk mendon, as familja e tij nuk mendon. Ata mendojnë për pazare investimesh. And the Trump organization, Jared Kushner, have been talking to Belgrade about Organizata e Trumpit përmes Kushnerit ka folur prekoshme në Beogradin për investime atje, hotele, kazino, thuaj ti çfarë duash. Unë mendoj se nëse dikush në Kosovë do ta ftonte në një mundësi për të bërë një kazino atje, ai do të shkonte. Është thjesht interes për dollar, asgjë më tepër se kaq. Ajo prapë që nuk më shqetëson është një person ignorant, mediokër, por është artopalant i magës, ka shumë pushtet tek jati i tij, por si familje janë thjesht transaksione. To make dollars për të fituar. Natyrisht që neokonservatorët republikanë senat nuk mendojnë si ai. Si Donald Jr., si Elon Musk janë dhe kundra NATO-s, janë të butë me Putin, këto janë këmbana alarmi për ne. Po siç e thash që nuk kanë kohë që të merren me Kosovën, nuk na dëmtuan dot në mandatën e parë, në 4 vitet e para, dhe një deklaratë arrogante që tregon ignorancë nga dikush që edhe nënën dhe njërkën e ka slave, unë nuk mund të pres më shumë. Person Çfarë është mirë për Kosovën, për Ballkanin, të jetë në ndikimin amerikan apo në ndikimin evropian? Nëse ne jemi në Francën dhe Gjermaninë, mendoj se ne kemi humbur. Ndaj përplasjet midis BE-s dhe NATO-s janë shumë të rëndësishme në këtë pikë, se gjërat mund dalin jashtë duarve. Nëse njerëzit popit në Europën Perëndimore do të shikonin atë pamjen më të madhe, ata do ta kuptonin që ti je antar i perëndimit si diçka e përgjithshme është shumë e rëndësishme se të jetë pjesë e BE-s. Ne do të kishim gjetur rrugë që të kishim marrëveshje për tregti të lirë midis Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ata do të kishin, evropianët kishin atë NATO si mbrojtje të perëndimit. NATO is the military arm of the West.
E kemi flakur këtë lloj, Trumpi këtë e ka flakur te. Ai po bën atë që sovjetikët donin gjatë luftës së dytë që ta përçanin perëndimin. Nuk është mirë për asnjë. Kombet e di që duan situatën më të mirë ekonomike, pa diskutim. Donin situatën më të mira gjeostrategjike. Këto gjëra bëhen, po është e pamundur nëse Bashkimi Evropian merr përsipër t'i bëjë vetë gjitha. Impossible to achieve, but it is impossible if the EU. Sepse të paktën në anën ushtarake ata do të dështojnë. On the military side, they will fail. Është që ne duhet dim lobi shqiptar që nuk ekziston si lob kur ka qenë Diguardi në Kongres, në Senat, fat që Rubio, i cili është sekretar shteti, mendon tërësisht ndryshe me Donald Trump edhe me Trumpin për Kosovën, unë e di shumë mirë, por nuk mund të presim që ai të fillojë të bëjë deklarata kundër tyre se fundit është bosi vet. Zotëri, nuk ka ndruar asnjë në administratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Është administrata vjetër, ka filluar Rubio, zëdhënësja, shoferi dhe 2-3 vet. Vazhdojnë me actin të gjithë që vinë nga administrata e kaluar. Është copy paste, nuk ka kaluar asnjë nomenim në Senat, janë bllokuar të gjithë nomenimet. I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political perspective. Është normale rotacioni i oficerëve të karrierës. Departamenti i Shtetit funksionon me grada. Vetëm 60 veta u detyruan të jepnin dorëheqjet krerët e byrove. Kjo ishte dyshi i Evropës, nuk je kreu i byros. Ato emrin politike u larguan. Janë pushuar nga puna 1380 vetë që ishin probation, stazhier, i ktheu gjykata, dhe 700 vetë, këtu ishte edhe zënka i Rubios me maskun tek Zyrovale, 700 vetë, ku janë dhe politik, pranuan të dilnin në pension para kohe dhe të largoheshin. Tani ti do që unë t'i kthej këta në departamentet i pushosh të quar si kur i ke pushuar ti, Rubio është i vetmi që nuk ka dëgjuar për këtë fushatën e madhe të spastrimit, sepse në Pentagon dhe në departament janë me grada, si atje general, këtu janë kancellor, minister kancellor, nuk i heq dot. Natyrisht që Yuri Kim mund të pretendoj për të shkuar ambasadore diku, sepse Yuri Kim ka qenë me të dy administratat e favorizuar, ka qenë me Colin Powell shumë afër, ka qenë edhe me Blinkenin. Në Shqipëri u soll jo profesioniste, tërësisht kundër protokollit të një diplomati, ndalohet me ligj të marrë pjesë në politikat lokale, por ajo mund të justifikohet që këto janë urdhrat që i japin shefët e saj, se fundit Yuri Kim mbron interesat e Amerikës, jo tonat. Por kjo s'ka ndaluar, unë kam qenë në konferencë shtypi, ja kam thënë direkt. I don't know how to respond to that. It's not anything that I've ever heard. Në qoftë se kjo është e vërtetë, kjo është arsyeja që ju toleroni korrupsionin e qeverisë Rama? I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political perspective. Thank you, man. Ditë të përgjigje, ka thënë pse toleron korrupsionin e Ramës? Haptas. Dakor, ti mund të sulmosh, nuk sulmohet opozita, në gjithë botën më e fortë është qeveria, opozita. Ndaj po të shikosh të diplomatët që janë tani në ambasadë nuk kanë më qëndrime se ç'kishte në kohën e Kimit. Nuk dilin haptas ose kundër mitingjeve, por Shqipëria nuk është grada e parë e ambasadorëve, as e dyta, as e treta. Sepse edhe herën e parë u bllokuan 40 ambasadorë, por për vende me rëndësi ata kaluan. Kostanalçik, për shembull, që ishte kandidat për ambasador, do të jetë më ka marrë një detyrë acting tek zyra tek byroja e luftës kundër terrorizmit. Por qëndron edhe për Kasanov, që thanë u larguan e pushuan. Jo, Kasanov ka kaluar me gradën si diplomat në Pentagon tek Universiteti i Mbrojtjes. Kalime që bëhen shpesh dhe pret, por dihet që departamenti, themi realist, kultura korporative, departamentit është e majt. 74% punojnësit e tij janë demokrat. 27.000 janë këtu në qendrat, në zyrat qendrore, në të gjithë botën janë 73.000 vetë që punojnë për departamentin dhe punojnësit lokal. Yuri Kim ka marrë, siç më thanë, këtë detyrë do të shkurtohen 8 deri në 10%. A është ulje? Nuk është më numri 2. Nuk e kontrollon më Shqipërinë. Por vazhdon të jetë pjesë e trupit diplomatik. Kemi të pak të zhgënjur nga Rubio, se ai ka qenë personi që e ka mbështetur shumë Ballkanin, ka mbajtur qendrim. Konservatorët kanë ndryshuar shumë, është një pesë në krye ti, filti që quhet ndaj Trump.
Një ligj kur punon administratë është që vendimet I merr presidenti. Administration is that the president makes the decisions and in public you've got to support them or Dhe në publik ti ose duhet ta mbështetësh atë ose duhet t'japësh dorëheqjen. Mënyra e ndeshme ta bësh. Duhet ta dish që jo çdo vendim do të shkojë sipas mënyrës tënde. Nuk e dim pra me Rubio dhe Waltz. Dhe Waltz ka qenë shumë I ashpër për Ukrainës. Waltz, who was also I think pretty strong on Ukraine. Apo e nxisin Trumpin që të lëvizin në një drejtim tjetër, dhe po dështojnë, apo janë thjesht duke thënë po zotëri. If it's the former, then give them. T'japim pak shans sepse nuk dihet, shumë gjëra po ndodhin. Është e vështirë të thuar se kush ka ndikim apo nuk ka ndikim ndaj tij. Po çdo njeri në pozicionin e Rubios duhet t'i thotë vetes se deri ku do të kalojë integriteti I tij personal. But everybody in a position like Rubio's at some point has to ask themselves whether their own sense of personal integrity is such që të mos thonë gjëra që ata nuk I besojnë. And again, we're moving Është ende shumë shpejt që të konsiderosh një dorëheqje. Më lidhur me gjendjen e Ukrainës dhe unë për të parë kam patur fatin kam ardhur në Amerikën në 93-shin dhe kur Ararsoni më ka dhënë vizë 5 vjeçare më ka thënë kjo s'do të thotë që viza është e garantuar. Punojnë si imigracioni ka drejt të kthejë mbrapsht. E ka pasur gjithmonë. Në këtë rast me luftën kundër terrorizmit dhe mashtruesve që hyn Trumpi e ka bërë për të gjithë. Edhe me janë ndaluar Gjerman, janë ndaluar në shtetet anglez. Tani Gjermana I mund të jetë muslimane Gjerman ka një problem. Me shqiptarët është kjo, që ti vjen këtu, duhet të rish një muaj, duhet të regjistrohesh nëse rrim shumë se një muaj. Është një kusht I ri. Njerëzit që janë normal, sepse dihet që sa shumë e thyejnë vizën shqiptarët, sa kanë ndonjë për azil, për deputetën nuk më duket një gjë e re. Rama e di mirë që një deputet I tij që sot hiqet big shot është ndaluar dhe janë sekuestruar $150,000 në JFK. Te dosja me Ganigal, Rama është shumë I përfshirë. Janë 2 dosje që Rama ka qenë. Dosja e fotos Obamës, nuk e thritën në gjykat, por hetime ka pasur, ka përgjime, dhe nëse dosja do të kërkohet nga Spaku, Rama e di mirë. Sepse ishte një nga skandalet më të mëdha, pa protokoll, një kryeministër me një shef të kundra zbulimit në FBI, I cili lidhet me një agent sigurimit dhe me një ish këshilltar të Ramës, të cilët dhe këtu kanë problemet mëdha. Këta nuk kuptojnë një gjë. Bëjnë fushat për diasporën e këtej, mbajnë nga 2-3 celular, çdo pasaportë diplomatike, gjerman, kinez, nigerian, shqiptar, kur zbret JFK, FBI e ka sipër. Ndaj fillojnë e bërtasin pastaj në përqelira si të çmendur, kanë dhe një mani tjetër që kanë filluar të investojnë këtu, hotele, ndërtime, këtu vëzhgojnë. Trumpi synon $4.5 trilion ulje taksës për korporatat, çka indirekt do të rrisë prodhimin. Inflacioni ka rënë në krahasim, mbas edhe administrata e fundit nga fundi filloi të vepronte mirë. Trumpi ka dhënë përparësi për çmimet e puseve të naftës dhe deregulation, se ka pasur shumë rregulla nga demokratët. Ai thotë që për çdo rregull që ka firmosur Biden, 10 do t'i hequn. Republikanët qoftë Trump, qoftë kushdo, sa herë që vinë pushtet, ekonomia jump, sepse duan qeveri të vogël, taksa të ulta, natyrisht që çmimet janë rritur, por ky vend krijon shumë punë, njerëzit punojnë fort dhe çdo njeri e ndërton jetën bazë të punës. E majta kërkon të ndryshme me atë DEI, këtu është gabimi I madh. Diversitet, përfshirje dhe barazi. Barazi si? Për një që s'punon, ose që të shkojnë në Harvard, ti si I bardh përsekutohesh sepse do t'i jepte më shumë përparësi afrikan-amerikanit, nuk duhet të jetë. Dhe administrata e Trump, jo vetëm që po I lufton, por zyrat federale nuk do të bëjnë biznes me ato kompani private që vazhdojnë me DEI. Kjo është një nga pluset e Trump me këtë qasje, plus me vlerave tradicionale të amerikanëve në familje. Kufiri thuajse është mbyllur, 96%, por Trump ka një problem me gjykatat. Janë 125 pa di gjyqësore ndaj administratës. Tani një judge, një distrikt lokal, të bllokoj një president që ka marrë 77 milion vota është nonsens. Tani ajo mund të shkojë me apel dhe Trumpi mund ta fitojë. Për shembull rastin I emigrantëve dhe refugjatët që janë cilësuar si terroristë nga Venezuela. Del një judge dhe ndalon. Pse? Një gjykatësit, se gjykatësit këtu zgjidhen nga presidentët. Të majtët zgjedhin të majtë, djathtë këtë dihet. Sa herë që vjen një president I djathtë, të majtët fillojnë në sulm me 100 gjyqe. Republikanët nuk e bëjnë. Do të shkojnë në gjykatë lartë, por kalon kohë.
Për shembull, rasti $2 miliardë që i bllokoi Trump për USAID, dhe del një gjykatës distrikt lokal që thonë paguaj ti pastaj shkon në apel. Janë $2 miliardë. Kryetari i gjykatës supreme ka thënë që se ka një drejt të bësh impeachment, të shkarkosh gjyqtarët. Megjithëse duhen 2/3 dhe Trump, por dhe Musk janë ofendues në gjykatësve specifik. Kryetari i gjykatës supreme, i cili është konservator, tha që nuk është kjo rruga për 200 vjet, drejtohu në apel. Është diçka që nuk shkon. Urdhat ekzekutiv presidentit, për mendimin tim dhe analizë dhe këtu të mëdhenj, thonë nuk duhet kundërshtohen nga një gjyqtar lokal distrikti. Duhet ketë një mekanizëm tjetër. Sepse fundi ai ka një platformë, ka bërë premtimet elektorale dhe kërkon të zbatojë. Janë deportuar 40.000 me dosje kriminale. Ka drejt. Problemi pastaj me shkarkimet nga detyrat atyre që janë punonjës federal, kjo le vend për diskutuar. Sepse nuk mund të largosh njerëzit pa arsye, siç u thash, ka hequr ata që quhen probation, stazhier, por një stazhier mund ta heqësh kur nuk performon. Masku i hoqi pasin përgjegjësi dhe janë kthyer mbrapsht në punë 24.000 vet. Kjo nuk është serioze. Rasti departamentit të arsimit, Education Department. Nuk mund ta shkrijë dot presidenti, se ka këtë power, ka senati dhe kongresi. Në senat duhen 60 vota, nuk i ka. Por ka shkurtuar gjysmën. Trump është bombastik, hedh granata, ka hapur sulm, nuk tërhiqet nga Grenlanda, nuk tërhiqet nga Panamaja, trysni pa kuptim për Kanadan dhe kërkon që të hyjë në skenë të njëjtë si presidenti i tarifave. Me tarifat ka të drejtë nëse janë simetrike. Nëse Kanada e vendos 300% për qumshin amerikan, e njëjta gjë duhet ndodh. 150% tarifa edhe Japonia, i vendos India, edhe Korea e Jugut. Dhe përfitojnë kurrizët e Amerikës. 200 miliardë është deficiti me Meksikën, rreth 70 miliardë me Kanadan, 250 me Europën. Pse? Ndaj Amerika ka një uhat $36 milion. Trump do ta ndalojë.